Filluat flasim bashkë për jehonën që bëri ferma VIP. Të premten mbrëma, të gjithë u gozhduan përpara ekranit për të parë një nga një të gjithë konkurrentët që do zgjidhnin të bëni rrugtim të suksesshëm për të fituar një çmim të vogël, do thoja unë. Fermeri i fundit VIP që largohet nga ajo fermë, e rikonceptuar, do të ketë në xhep 200.000 euro. Një çmim i cili duhet ta themi është goxha tundues, apo jo? Unë po mendoj vetë futje në fermë, me thënë të drejtën. Edhe unë pas të çmimit. Nuk e di i ftuar Jam një mjelëse e mirë lopësh. Nuk e di i ftuar ju a mendon pjesëmarrje në fermë, por ajo çfarë ne dimë është që po, është një si mirë i formatit dhe ka disa komente për të bërë, paktën për Prime-in e parë, sepse Prime-i i dytë është sonte në orën 21. Ne prezantojmë Ekzona Vdia gazetar, mirë se vjen, shumë kënaqësi që jeni në studio. Gjithmonë i mirëpritur për të bërë një koment asaj çfarë ne dimë edhe kemi kuptuar gjatë këtyre ditëve. Na lejo të theksojmë që pamje që ndjekim në ekranin në mesin ton, janë pamje që vinë live nga ferma, i shohim teksa luajnë volejboll dhe mirë bëjnë se promovojnë dhe sportin. Edhe kjo është rësia e këtij viti. Po, do kemi mundësi. E nisim pak me moderimin dhe moderatorën. Si u prit Arban Osmani në drejtimin e ferma VIP se vjet, na thonte komentet që do shohin këtë segment të intervistës. Kishte kohë që po e prisnim me padurim që rikthimin e Arbanës në ekran, kështu që them të vërtetën rikthimi i saj në ferma VIP si vjet ishte një bum i vërtet, duke u nisur nga vetë prezantuesja e spektaklit e pastaj duke kaluar edhe tek përzgjedhja e kastit e cila ishte bërë. Por çfarë ishte më e rëndësishmja ishte sepse ishim mësuar me formate të tjera të cilat përpos asaj ferma VIP arriti të na sjellë këtë vit edhe një ngjyrë tjetër, për shkak se jemi mësuar vazhdimisht që të kemi këto tip lloj formatesh të cilat sjellin një energji pak i çik vetëm me zënka, ndërsa nuk kemi mësuar shumë me pa edhe energji pozitive, po kemi edhe një problem pak derisa po adaptohemi dhe është kënaqësia më e madhe që përpos asaj ne tani po shohim një format tamam që ka brenda edhe lojën, edhe të njëjtën kohë edhe debatin, duke përfshirë aty edhe gjitha dinamikat e tjera të cilat ndodhin. Çfarë mund themi për fermeren, mendoj unë, por publiku të më thotë nëse kam të drejtë, më të përfolur të orëve të fundit që është Moza Meti. Përse gjithë ky sensacion, gjithë po themi, orëve të fundit apo më mirë themi që nga momenti kur u fut? Që nga momenti që u fut, se s'dua të lëm në hije edhe protagonistët e tjerë. Është interesante, tash vëmendja varet se si dëshiron njeriu me tërheq, po me marr vëmendje njeriu pa dashur dhe me shkas vetë është shumë interesante. Ne dimë që Moza nuk e bën me qëllim. Naturalisht. Patjetër. Okej, mund të ketë disa gjëra të egzageruara sa për pjesën e spektaklit, se kur nuk e di se kur përfundon apo këto janë pak e çik të egzageruara mua më duken, po sido që të jetë, a është reale, është 100% reale. Pse? Sepse ndoshta ne nuk kemi mësuar më herët të shohim një shkrimtar apo shkrimtare në formate të tilla. Jemi mësuar që gjithmonë fjalët e saj të shohim përmes librave. Dhe tani po arrim që shohim atë pjesën artistike të Mozës përmes ekranit. Domethënë, memët e sajna janë një bum i vërtetë, nëse shohim se për momentin për syrin tim, dy personazhet më të përfolura që mua më duken është Moza dhe Akili, nëse Akili me do e mos po e shef firma VIP-in si një rrugtim për me arritë direkt 200.000-shës, domethënë çmimit final, Mimoza për momentin nuk është duke menduar atë, po është një hap përpara tij. Domethënë, jo gjithmonë debatet, zënkat çojnë drejt finales. Domethënë edhe një energji pozitive pa arrim ta kuptojmë që mund të çojë drejt finales ndoshta edhe pa vetdijen tonë. A është e vetëdijshme Moza që për momentin është më e preferuara jashtë, se s'mund ta themi se ai nuk e di. E kupton, ai nuk është mirë edhe me kohën edhe me pjesën e Prime-ve se kur do të mbahen, po çfarë është më e rëndësishme për publikun është se përpos të premtës dhe të hënës që ne i presim me padurim Prime-et, tash kemi filluar që ne të shohim një spektakël edhe brenda 24 orësh. Ajo është e rëndësishmja, nuk është puna vetëm pjesa e Prime-eve. Mirë, se do kemi mundësi edhe gjatë bisedës të tregojmë disa gatitët kryesor të portaleve ditët e fundit. Dua një koment për Akilin. Si është pritur Akili? Sepse kemi parë duke shkaktuar debate në ferm, por si është interpretuar kjo në perceptimin e ka marrë pak i çik me nxitim, përkundër moshës të cilën e ka Akili, unë kam pritur që në fillim i çik të jetë pak më i ndalur, duke pas parasysh edhe domethënë hiperaktivitetin të cilin ai ka brenda vetes së tij, po të në vërtetën ka një persona të cilët mundohen të japin shumë fillim, kam përshtypjen se janë pak i çik edhe të bezdisshëm, ata të cilët mundohen ta fusin hundën tek gjithë secili banor ose të nxjerrin dinamika gjithandej. Ferma VIP nuk është një format i cili do me patjetër debatin, do patjetër që të shoh edhe punën, domethënë sepse është një fermë e madhe, është një sfidë në vete. Nuk është e fokusuar vetëm tek pjesa e debatit, është e fokusuar tek pjesa e punëtorëve. Po sa Akilit ne kemi aty fytyra të tjera shumë publike që ma mërmenja shumica prej tyre kam përshtypjen se jam fut me shiju ferma VIP-in. Absolutisht. Dhe nuk jam fut për pjesën e çmimit, duke përfshi edhe emra shumë të mëdhenj, dhe po e shoh se po e shijojnë këtë pjesë. Kjo është aftësia më e madhe, që ne të shohim një reality show që ata po e shijojnë.
dhe jo që shtyhen vetëm për pjesën e punalegëve. Tek e fundit nëse do të dalësh sikur një personazh negativ, ti mund të dalësh, mund të arrish finalen, po çfarë do të shërbej ajo finale? E di Akili këtë vetëm. Fiks. Pra është një risk që besoj e ka marrë përsipër. Fiks, tash mund të them se mund të ketë ngarkesa sepse jemi mësuar me formate të cilat vetëm zgjojnë kurreshtë ata të cilët debatojnë. Kishte nevojë shtëpia, patjetër, nëse ne kemi një mozë e cila është full energji, patjetër që duhet kemi edhe një Akili i cili i përshtatet më shumë pjesës së debateve. E drejt. Egzon, lexojmë dot bashk apo është herët një çift? Dikush mund të dashurohet në këto ditë të para? Se të jo është çmimi, jo për gjë. Fiks. Po, mbase edhe si format nuk është se e tërheq shumë pjesa e çiftit, nuk e di. Shoqëndrim është akoma herët. Do i lëm për pramin e dytë, patjetër do të jemi 2 emra. Se vitin e kaluar ne shijuam historinë Albalimi, me gjithë dinamikat e saj, por që ishte një histori. Si do që tjetë, ma mërmenja që njerëzit më janë ngopur nga krijimet e çifteve, duan të shohin diçka tjetër. Kemi një Soni Malaj, kemi një Jonida Maliqi, kështu që kemi personazhe të cilat nuk është se e duan vëmendjen me patjetër publiku, sepse kanë krijuar një karrierë ndër vite. E kanë përcjellat tek ne, pastaj kanë krijuar edhe biznese posa saj, domethënë nuk kemi shumë gjëra tjera të cilat publiku kam përshtypjen i do më tepër se sa për momentin krijimin e çifteve që e mësuar non-stop të jetë njëri nga rrugtimet kryesore për të arritur deri në finale. Gjithsesi, kjo mund të jetë mendësia e njëri prej fermerëve. Ke parë flirte gjatë këtyre ditëve në fermë? Unë po shoh se një qëndrim të vazhdueshëm të Akilit me Malborin. Të njëjtën kohë unë nuk qëndroj shumë mirë me emra sepse akoma nuk është se jemi adaptuar, më shumë i kam tek pjesa e personazhit. Indri Shiroka për shembull, më duket një djalë ndoshta është thjesht djalë pasionant, aktori nga Shkodra, apo është një mënyrë e tij për të flirtuar? Është një mënyrë, ma merr mendja se duke u nisur nga body language, nga gjuha e trupit, atë mundet me përcjell tek çdo gocë, por nuk është se kam përshtypjen se e bën atë ka stile. Biles desha të kthehemi edhe tek një rast tjetër që unë arrita ta perceptoj pak a shumë tek pjesa e Akilit që ai po bisedonte me njërin nga banorët sem saktësisht i sigur se me kë, dhe po i thoshte që unë kam pasur një lidhje jashtë dhe në momente kur unë kam vendosur që të futem në një format të tillë, mua më ka thënë se do të lë tash llogarite, nga aty pak a shumë ne mundem me pa edhe qasjen e banorëve se sa janë të afër me shku deri në finale dhe çfarë lidhje kanë kriju jashtë dhe çfarë lidhje mund të krijojnë brenda. Nëse ty një femër të lë se ti do të futesh në ferma VIP, tash llogaritë sa ai nuk është hera parë që del në ekran, domethënë është një fytyrë publike patjetër. Tregon që është i fokusuar te loja dhe do të çmire e madh me pa çka. Sepse ai mund të krijojë relata me një gocë tjetër aty brenda, tregon për pjesën e karakterit të gjithë secilit aty që është. Çfarë mund të themi për Jonida Maliqin? Mos të harrojmë që përpara se të futej në fermën VIP, Jonida Maliqi intervistohet nga Arbana Osmani dhe flet si rrallë herë për gjithçka që i ka ndodhur dhe i ka shënjuar jetën, divorcin, rritjen e djalit, edhe gjithë peripetësit që pasuan. Mendon që do flasë më shumë për atë që nisi ta bëj në podcastin Arbanës brenda fermës? Nëse çdo kush futet nga fillimi, se kemi edhe fytyra të reja të cilat nuk kemi parë më herët, kjo është më e bukur. Mes artistësh kemi edhe fytyra të reja të cilët nuk është se janë të njohur shumë. Nëse Jonida Maliqi ka kalu vite e vite në skenë, jetën kohë muna me thonë një 50-60% jetës saj private kemi ditë edhe ne si publik, në momentin kur vendos me qenë fytyrë publike, patjetër që do arrit të kuptohet edhe ajo pjesë. Po e tha një 80%, kam përshtypjen se do e ketë edhe një pjesë shumë të rëndësishme të cilën do ta presim, kam përshtypjen nëse do të ketë një rrethim jete, të cilën do e thotë do të tregoj detaje të reja edhe aty për jetën e saj. Nëse është një 80% tek Arbana, një 20% është shumë i rëndësishëm i cili do të spikatet më shumë gjatë qëndrimit saj. Pra gjithçka ende nuk e dim. Patjetër. Ajo është më e rëndësishmja. Edhe në fakt kjo është e bukur sepse personazhet nuk duhen të jenë të ezauruar, duhen të kenë shumë për të treguar që dhe publikun ta mbajnë të gozhduar. Sepse aty shumica thonë, okej, se do futem me një strategji. Shohim që Akili për shembull ka një strategji të futjes në lojën brenda. Të tjerët nuk është se e kanë. Ta llogarisim pjesën e mozës. Do thonë, u fut pa më ndër 2 herë se ku po futet apo se si do ta çdoj loja. Bën kot moza ashtu po. Faktun thash, ndoshta edhe e zgjazoron ndonjë pjesë, po sido që të jetë to janë tip lloj spektaklesh të cilat nuk di se çfarë mund të ndodhi brenda. E drejtë. Çfarë mund themi për Ermal Mamaqi? Armina Mevlani, Angel Shkira në performancën e tyre të parë si opinionist të fermës. Si u pritën?
U pritën shumë mirë, në fakt ishin emra që gjithmonë përfliteshin që ne të shohin më për spektakle, të në vërtetën ajo që më pëlqeu më shumëti ishte sepse nuk ju kushtuar shumë rëndësi e madhe opinionistëve, ju kushtuar rëndësi shumë e madhe dhe banorëve të cilët u futën, sepse gjithë mendonin se fokusi i një spektakli mund të jetë nga prezantuesi dhe mund të jetë nga opinionistët. Në këtë rast gjëja më e bukur është momenti kur ndërveprohet mes një treshjeje që ka të bëjë me prezantuesin, me opinionistët dhe të njëjtën kohë me banorët. Pastaj mos flasim për pjesën e regjisë, domethënë që ishte neve po shihnim një në prajmin e parë. Kështu e perceptuat ju? Patjetër, unë nuk është të egzageroj gjanat, për ndryshe jam shumë kritik në momenti kur diçka nuk është e vërtetë në duket fake, këta e din gjithë publiku, reagoj automatikisht edhe në përjetët sociale, që nuk e kam mundësin që të reagoj direkt në ndonjë medium, por çfarë është, duhet dhënë dorën tani. E drejt, Egzon, përveç mozës, se nuk e di pse çdo pyetje mbartë mozën brenda. Dhe patën. Dhe patën e saj që urojmë të ketë shëndet ende. Kush është fermeri tjetër që mund na surprizoj? Mund na surprizoj edhe... Sepse ndonjëherë nuk janë vetëm personazhet më të njohur, edhe pse në Fermën VIP 1 dhe Fermën VIP 2 kemi patur fitues personazhe shumë njohur, mund të jetë edhe dikush s'na e merr fare mendja. Nëse dikush na pëlqen skenë, nuk do me thonë që me do e mos mund na pëlqej tek 24 orë shiun. Neve rastisem, pasi jemi në botën e televizionit, njohim shumë artistë, të cilët ndoshta kur dalin në skenë këndojnë një këngë, ne i shikojmë me admirim, por kur vjen puna me bë një muhabet ose me diskutu diçka, ti thosh kishme mbaru koha sa më shpejt që është e mundshme. Dhe kjo nuk është që na bie rrallë, na bie mund të themi tek çdo i dyti i treti. Po përderisa vendos me qenë një fytyrë publike, ma mërmend që duhesh pak a shumë edhe me konceptuat pjesën se duhesh me qenë shumë i afërt me njerëz. Po kalojmë tek pjesa, unë e shoh edhe si lojtare goxha të fortë edhe Sarën. është futur në për dinamika direkt, shoh se kërkon vazhdimisht debate dhe mbase lojtarët e tjerë apo banorët e tjerë akoma nuk e shohin veten tek debatet sepse janë akoma tek 2-3 ditë që i parë, Sarën e shoh kryesisht të fokusuar me qëndrimet të saj ka shia kilit. Sepse e di se aty mund ta marr atë që do. Po këto lojëra është shumë e rëndësishme sepse po të bën çitje lojtarët e tjerë, domethënë po të nxjerrin nga loja, është shumë e vështirë që ti ta realizosh lojën. Patjetër duhet ta gjesh dikë që ti të rrugtosh, të depërtosh deri aty ku di to. Çfarë mund të themi deri më tani? Cili është fermeri më i dobët në lojë? Fermeri më i dobët, nuk dua të kem impakt te publiku, pasi kemi një televotim të hapur. Për më të preferuarin, më i preferuari është e qartë, sepse kam përshtypjen se mund të ndryshojnë edhe dinamikat. Nuk e dihet kurrë. Që po a i di si, kemi 3 dhoma gjumi për momentin. Dhe shtëpia është ndarë në 3. Është edhe pak strategji e krijimit të grupacioneve të para, pse marrmendja që është shumë herë sepse është frikë momenti kur krijon. Sot është dita 3. Grupacionet e para. E vështirë pastaj sepse po kam përshtypjen se do ndahen 2 grupe shumë shpejt. Do ndahen në 2 grupe shumë shpejt. Bashkë një nga një shohim titujt e portaleve për të kuptuar se çfarë shkruar. Në fundjavën që lan pas, besoj me njëherë që nga prajmi i parë, ngacmimi nuk ka qenë një pakt, edhe me siguri kolegët tanë në shtypin e shkuar dhe jo vetëm janë siguruar të përfaqësojnë këtë. Mendim e regjisë, i shfletojmë shpejt e shpejt, nisë edicioni 3 i Fermës VIP në moderimin e Arbana Osmanit, një lajm që me zi është pritur, kalojmë tek tjetra, regjizori ynë i preferuar, Ferma ka Eduardin e kemi Eraldin. Pak për sigur kjo. Mirë. Zarfi i parë në Ferma VIP 3, ja çfarë ju bëhet ditur banorëve, po kemi zarfi i parë i cili mbërritet dhe ju kishte një komunikat nga Agai, ikim tek tjetri. Pas zarfit të parë, çfarë kanë folur portalet për Fermën VIP 3? Nga Soni Malej te Elvis Pupa, Joni Damalishi, personazhet VIP që u futën si vjetë në spektaklin Ferma VIP 3. Me të drejtën diskutuar edhe emrat për të konfirmuar u futën, ata të cilët përfliteshin ai shumë apo jo. Mund futën në një spektakël apo e shumë të tjera. Mirë, Eraldi po mundi sa më shpejt që të respektojmë të kohën televizive, marrim një koment fundit nga Egzoni, çmimi rekord, për çmimin s'folëm. Çmimi, 200.000 euro. 200.000 euro, nuk jam pak për ditët e sotme, sidomos në këtë krizë, po thash, është shumë interesante sepse kemi edhe fytyra publike të cilat nuk janë shumë të pasionuar për ta fituar çmimin.
janë fut me na dhon spektakl. Mirë, po cilën shijojmë. Do të thonë, Por ka impakt ata të cilët çfarë bën 200.000 euro tek një fermer? unë dëgjova, ja, për shembull rasti konkret kishim makinën, se nuk është se kam dëgjuar dikë tjetër të flasë rreth çmimit, thotë se familja ime janë gjithë mbështetur tek unë, edhe kështu që unë jam bara kryesore për t'i mbajtur ata. E ke vënë re që fermerët kanë thënë të paktën në natën e Prime-it që i referoheshin çmimit si 100.000 euro. Kështu që Sepse nuk ishin informacione. me të drejtë, po, me të drejtë është ruajtur me qëllim kjo. Kjo ishte gjëja më e bukur e mundshme që ishte surprizë, do dy fishimi i çmimit. Pra, të punosh fort për 100.000 euro dhe të dalësh si fitues dhe të marrësh 200. Pa prita kujtu. Si lotari. Relaksohu. Loz. Mos e hapatën. Pa tjetë. Që dorën në zemër. Prit, se ka kjo. Po ata është për të hëngër, po. Edhe ti si Moza, që një skuadra e Mozës nuk kam Jo, mo jo, ti shoj që bëje vetë, po deshe. Pa ata për vezë dhe për të ngrënë është. Egzon, falemderit shumë që t'ishim sot studio. Ishte imja. Faleminderit. Gjithmonë mirë pritur, do kemi mundësi të takojmë her pas here për të folur për këtë edicion shumë premtues të fermës VIP 3. Sukses edhe. Kënaqësi gjithmonë. Mirë. Publiku t'i themi, kështu mbyllim me zritën ditën e sotme, bëuni gati për orën 21 për Ferma VIP 3 në modelimin Arban Osmanit dhe një show spektakël i garantuar me shumë fermer. Nëse vut re, ne nuk shprehem as edhe një preferencë personale, çka do të thotë që po kujdesimi që ju këdo që doni fort ta mbështesni, e dini tashmë formën, përpos duke ndjekur 24-24, mos harroni që është një çmim shumë i madh që e pret atë që është fitues. Votoni për të preferuarin tuaj deri në momentin që të mbyllet televotimi mbrëmjes sot. Me ne bashk takohemi me mesdrit nesër në orën 10:05. Ju duam shumë.